Kroacia përveç që si shtet i ka ligjet që i zbaton në tërësi për pensione, për invaliditete, për ndihmë ushtarit, për ndërtimin e shtëpive, dhënien e banesave, blerjen e makinave të invalidëve 100%. Pensionet janë të mjaftueshme për jetën. Dallimi mes invalidit dhe veteranit është shembull, e marrëm se veterani duhet të punësohet apo të shkollohet që të punësohet. Kurse invalidët e luftës marrin pensionin plus invaliditetin. Çka e pensioni dhe invaliditeti janë dy gjëra të ndara, se invaliditeti mirret për shkaktimin e plagëve dhe gjakun e derdhave dhe invaliditetin trupor, kurse pensioni mirret që nuk ka aftësi të punojë. Hupja e aftësisë së punës, shteti ofron me detyrën që ke pas në momentin kur e ke hup aftësinë e punës. Kjo është me invaliditet që ka qenë i zonën rob apo ke qenë i plagosur rënd në luftë. Këto janë ligjet e cilat bën Kroacia. Sa i përket modelit të jetës së përditshme, ajo është qytetare. Modeli qytetar ka jashtëzakonisht shumë respekt për çdo veteran të luftës dhe i përkulen. Mësojnë në shkolla, ligjërojmë ne si veteranë si invalid të luftës në për shkolla, në për gjimnaze, në për gjitha shkollat që të rinia jonë të ketë të kupton se çfarë ka ndodhur saktësisht në Kroaci. Shkollat organizojnë mësime plotësuese, shkojnë drejt Vukovarit, shkojnë në kazerne, atje ku hajnë dhe pinë për 3 ditë dhe mësojnë krejt çfarë ka bën një veteran, çfarë ka bën një njeri për me shpëtuar shtetin kroat. Pa marrë parasysh dallimin kombësisë. A ka qenë shqiptar, a ka qenë kroat, a ka qenë bosnjak, apo ka qenë diçka tjetër. Flitet për gardën e Kroacisë, për ushtrinë e Kroacisë. Ofrimi më i mirë jetesës që një veteran, një invalid të luftës, Kroacia ka shumë më të mirë se gjitha qytetet regionale, pa çka edhe Amerika. Invalidi i luftës e merr banesën ose merr kreditin pa kthim për me ndërtuar shtëpinë. Invalidi i luftës që son 100%, i për çdo 50 një makinë e përgatitur për invalid 100% të kallës, i cili është i palivizshëm, ose shfrytëzon bashkëshortja ose djali për nevojat e tij. Invalidët e luftës shkojmë 3 javë në banjo çdo vjet, shkojmë nëpër qendrat që kemi tash të veteranëve, përsëri 3 javë deri në 5 javë, ku mund të na shoqërojë edhe bashkëshortja. Natyrisht, në çdo qytet është obligative që të ketë 7% parkingje për invalidët e luftës, me shenja ku nuk uzon qytetarët e dom të plagohet, të pasoj. Kur regjistrojmë makinën, nuk paguajmë për regjistrim të makinës, nuk paguajmë autostradën, nuk paguajmë trajekte, nuk paguajmë tunele. Gjitha këto i ka shteti si benefit për invalidët e luftës.